Presidenti i Republikës Bajram Begaj në një intervistë për gazetën italiane Il Tempo ka ndarë përshtypjet e tij pas pjesëmarrjes në ceremoninë e varrimit të Papa Franceskut, duke e cilësuar atë si një përvojë unike dhe një shenjë të jashtëzakonshme respekti për figurën e Atit të Shenjtë, në një ceremoni ku morën pjesë lider nga e gjithë bota, Afrika, Azia, Europa, Amerika Latine, SBA, bota arabe dhe lindja e mesme, u dëshmua nderimi i madh për këtë figurë të madhe fetare dhe publike. Papa Francesku edhe një herë na dha një dëshmi të madhështisë së tij. Një lumë njerëzish nga sheshi Shën Pietri deri te Santa Maria Maggiore erdhi për t'i bërë homazh ta presidenti Begaj. Në intervistë presidenti foli edhe për lidhjen e veçantë të Papa Franceskut me Shqipërinë, duke kujtuar se vizita e parë shtetërore jashtë Italisë pas zgjedhjes si Pap ishte pikërisht në Tiranë 11 vite më parë, një vizitë historike e krahasueshme me atë të Papa Gjon Pali II pas rënies së komunizmit, një kujtim që do të mbetet për herë në memorien e popullit tonë, theksoi ai. Presidenti Begaj kujtoi gjithashtu dy audiencat që me Papa Franceskun në dhjetor 2022 dhe në maj të vitit kaluar, duke vënë në dukje vëmendjen dhe dashurinë e Atit të Shenjtë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Papa Francesku kishte një njohje të thellë të shqiptarëve që nga koha kur ndodhej në Argjentinë, përmes komunitetit arbëresh të Buenos Airesit. Ai ishte shumë i lidhur edhe me figurën e Nën Terezës, shenjtja shqiptare që ai vetë kanonizoi, tha presidenti. Duke folur për pjesëmarrjen në funeral, presidenti Begaj theksoi rëndësinë që ka bashkëtesa fetare në Shqipëri. Delegacioni ynë zyrtar përbëhet nga unë dhe dy ministra, por janë pranishëm edhe udhëheqësit fetar të vendit, musliman, ortodoks, bektashin dhe katolik. Kjo është një dëshmi e harmonisë fetare, ashtu si edhe 20 vite më parë në funeralin e Papa Gjon Palit të dytë liderët shqiptar të gjitha besimeve ishin bashkë, thot ai.